Përshëndetje. Sot është një ditë e veçantë, një ditë për të nderuar forcën dhe dashurinë e gruas. Greetings. Today is a special day. A day to honor the strength and love of women. Në historinë e njerëzimit, gratë kanë qenë gjithmonë forca e jetës. Throughout the history of humanity, women have always been the pillar of life. Ato kanë ndërtuar familje dhe kanë edukuar breza. They have built families and raised generations. Pas shumë historive suksesi, shpesh qëndron një grua që ka besuar dhe ka sakrifikuar. E dua shumë nënën time. Ja ku jemi, do të jesh mirë. Behind many success stories, there is often a woman who believed and sacrificed. Grua është simbol I durim dhe I forcës së heshtur. A woman is a symbol of patience and silent strength. Nëna është zemra e familjes. A mother is the heart of the family. Sot nuk festojmë vetëm një ditë në kalendar. Today we do not celebrate just a day on the calendar. Ne festojmë jetën që gratë krijojnë çdo ditë. We celebrate the life that women create. Sepse një shoqëri që respekton gratë është një shoqëri që ecën përpara. Because a society that respects women is a society that moves forward. Gruaja është dashuria që mban botën. A woman is the love that holds the world together. Gëzuar 8 Marsin, sot ne festojmë dashurinë dhe forcën që gratë sjellin në botë. Absolutisht, ajo dashuri është motori që mban rrotull botën duke na frymëzuar të gjithëve. Informohu, mendo, vepro. Stay informed, think free. Follow, subscribe, share.